ligjor, I cili duhet para 7 gushtit, po. Ajo është veprimi, ky është veprimi I fundit. 6 gushti është veprimi I fundit. Mos harro, na kanë kritikuar shumë edhe kur kemi nxjerr 2 kandidat për pozitën e presidentit. Ne kemi bërë si veprim të fundit ligjor I cili e pamundson vendin me shku automatikisht në zgjedhje. Edhe ky veprim është veprim I zorit, me thonë ashtu, për shkak se duhet me konstituu kuvendi, deputetët e rinj duhet betohen, zgjedhja nën kryetarëve dhe kryesisë së kuvendit, edhe pastaj I vjen rendi qeverisë. E qeverinë si e keni ndërmend? Vetë? Ne I kemi partnerët e vogël? Ne I kemi numrat me partnerët tonë që kemi garu bashkë në zgjedhje, edhe qeverinë mund me vot qatë ditë. S'përjashtohet mundësia. Ekziston mundësia, për shkak se ne kemi marrë vullnet qytetar për me qeverisë me vend. Edhe në pafundësi, ne nuk e presim askënd, për shkak se ti nuk mundesh me pretendu që në qoftë se s'bën asnjë veprim, je më I rëndësishëm. Në fakt, veç je I pavendos. Por, nëse shkonin kështu pra, duke formuar qeverinë të vetëm, I bie që mund të mos jetë gjatë. Qeveria nëse votohet kurti 4, sepse 60 ditë më pas janë për çështjen e presidentit. Po dhe veç nuk janë pak 60 ditë me zgjidh një president, nëse ka vullnet. Atëherët ka pas kohë mjaftueshëm, po s'ka pasur vullnet. Jo ka funi u ankëshin që s'patëm kohë mjaftueshëm. PDK-ja tha nuk vina mon takimi, tha se u bo vonë, tha 2 ditë, tha kryet krejt puna. Sa ata e kanë vendimoren e ngadalt, duhet me vetë 4-5 veta, tani ata 4-5 veta si cili duhet me dhonë menimin. Ata kanë kryesin, si që keni jo, kryesin e këshillën e përgjithshëm. Kryetarët kanë konglomerat, janë si federat hesapi. Veç nuk dihet cila federat është më e fortë, ende. E për çfarë arsye tani 2 ditë ju patën duk pak, unë shpresoj që deputetët individualisht me marrë pozicione. Individualisht mi u thirr përgjegjësisë që qytetari ja ka dhënë. Unë nuk e di. Pra presni vota edhe nga PDK-ja. Le të dalin, le të tregojnë, le të thojnë që neve na kanë thonë qytetarët kur na kanë votuar, çon e vendin vazhdimisht në zgjedhje. E çka po presni ti votojnë deputetët të opozitës, të PDK-s, pa ndonjë marrëveshje politike? Po mund me propozu vetë ata kandidat. Me e marrë një kandidat I cili po çka nëse duan ta kenë të vetin kandidatin partijak? Po të mi fitu zgjedhjet me kushtrim. Nuk shkon kjo çka po don, nuk jena në kopsht të fëmijëve. Unë duhet mi fitu zgjedhjet. S'shkon ryshe. Rregulli kryesor në demokraci është që del I fiton zgjedhjet. Ju keni fituar zgjedhjet, po për çështën e presidentit ju duan ata, pikërisht PDK-ja, LDK-ja, AK-ja. Edhe për atë arsye na heqmi dorë pe pozitës së presidentit. Por jo plotësisht. Po jo plotësisht. Si s'ken ka plotësisht. Duke ja pamundsuar që të ketë kandidat partijak. Po s'ja ka dhënë populli atyre, tash na më ja dhona. Neve pas juve s'ja ka dhënë. Thatë se s'keni garuar për president, as ju ata bie që. Po, veç subjekti ynë politik me I mbledh bashk PDK e LDK është më I madh. I keni 53 ulse. Po. 47 opozita. 47 opozita plus edhe AK-ja. Domethënë kur të menojsh krejt opozita nuk është sa vetëvendosja. Po ti shkon në njëna për partive opozitore me numrat që I kena na, po nuk ish diskutu me thirr dikon në tavolinën e bisedimeve. Ja, ata thonë opozita, thot PDK, LDK, po ti kishin kaq ulse në kuvend, do të kishte fare nevojë që vendet të shkon të zgjedhje as me 7 qershor, as me 20 dhjetor, do ta bënin krimin e institucionit.